Përveç këngëve, videoklipeve dhe së fundit albumit, këngëtari Blero Muharremi sapo ka nisur edhe një tjetër biznes. La Vida Club në Suare ka filluar punën javën që lan pas. Kush ishte në hapin Soleme dhe si do të punoj ky klub, e ndjekim bashkë materialin e radhës. Këngëtari Blero për herë të parë përprovon veten edhe në bizneset e jetës së natës. Të enjtë mbrëma, ai u bashkua Ferrandes me një klub nate, një vend atraktiv për të rinjtë të qytetit. I tëri i zbuluar në qiellin me yje priti shumë të rinj vendas në natën e hapjes solemne. Gjithçka me start kishte gabime. Reklama e cila u shpërnda nëpër qytet kishte gabime që në rreshtën e parë. Grand Opening apo Grand Opening? Sidoqoftë, kjo nuk e zbej hundejen. Të pranishëm në këtë event përveç pronarit, tashmë Blero ishin edhe këngëtarët Afërdita Dresha dhe Dhurata Ahmetaj. Pas performancës së DJ-t, mbrëmja filloi në tinguit e këngëtarës Dhurata Ahmetaj, kështu duke argëtuar me 3 këngë të pranishmet. Afërdita Dresha ishte këngëtarja e radhës e cila me ngjyrë portokalli ishte veshur kësaj here. I u vërsur skenës me këngë e vallëzim, kështu duke bërë për vete shumë mashkuj të pranishëm. Jeta e saj si duket po i bën mirë edhe me statusin e beqarës. Dhe në fund, ishte edhe Blero i cili nuk u nda pa performuar. Filloi me adetit e përshëndetjeve për të vazhduar me muzikë. Por pse emri La Vida Club? Nuk është ideja eme, thjesht me një farë bindje të ortakëve të mi, po s'këm desh me fillime, po nashta u kon ideja atyne që njerëz mi kuptun Suarek që është klubi jam një mënyrë. Si u nda këngëtari nga mbrëmja e parë në klubin e tij? Doa mirë, të mërej që Suarek ka nevojë për një vend tillë. Çdo fillim i ka thjesht atë stilin e vet, me anis është pak problem, po unë e menoj që është një vend i duhur për një Suarekës. Edhe bashkëpunëtorët e tij tashmë Dhurata dhe Afërdita nuk do të kishte kuptim po të mos shprehnin urime. Ishte ndjenjë shumë e mirë që të këndosh për një mik të afër, një bashkëpunëtor dhe një koleg. Jam ndjesh shumë e lidhur në skenë, atmosfera ishte shumë e flakët dhe zjarret, ishte kënaqësi. Edhe unë kalova shumë mirë, Suareka një ndër vendet që unë kaloj mas mirë. Janë njerëzit shumë gjallë dhe janë shumë dashtun edhe mendoj që Blero e ka bërë një punë shumë të mirë që e ka hapë një klub në Suarek për arsye se nuk ka pas, ka vite që nuk ka pas nësa kam ndjeni. Me kaq u ndam e u larguam nga Ferranda për të lënë rend edhe për eventet e radhës në La Vida Club. Blero, urime e hajrin ja pafsh.